Selam e dërgojmë. Tash në këto ditë fundit një prej temave që këshillojmë me pas parasysh është në çdo fund i ka pikat e veta, fshehtësitë e tij, edhe vullnetin, vendosmërinë për mos munal deri në çastin përfundimtar. Pra Allahu Gjaleshanu e kalon që në ditët e fundit Ramazanit me kriju besimtarin një vendosmëri pak më të madhe se sa herave tjera, edhe i kalon disa obligime që në ditë tjera nuk janë ato. Kjo është e qëllimshme në 10 e fundit. Pra tregon se si për kujdesin me shtu, jo bashkafuni me u lodh. Është e vërtet që ekziston lodhja. Sa që njëri prej dietarëve të vjetër thuhet kur afro Bajrami ai u mërzit. Po i thoi njerëzit, pse nuk po gëzohesh atë që po vjen Bajrami? Tha, po mërzitem, ai e kumllon hakin në Ramazanit, edhe po mërzitem që po ndam nga ky mysafir i cili na ka ardhur me plot mirësi. Ai i cili e kupton Ramazanin si lodhje, si mund, si dënim prej Allahit, ai se ka kuptu hakikatin, të vërtetën e Ramazanit. Ai që mendon se Ramazani po e munon, Ramazani është i zarshëm, Ramazani ka vështirësi, ai se ka kuptu urtësinë e Allahit me këtë ibadet. Po, mund të ketë Ramazani lodhje, është shumë normale. Mund të ketë ato sfidat, sakrificat e veta, por nuk është qëllimi i Allahu Gjaleshanu me na dënu, me na munu për mes tia ibadeti. Ku ke pa ty Zoti me ta qunit mirë, me ta qunit obligim, edhe në ta me pas qëllim damin, kur jo. Vetëm dobin. Andaj, kuptojeni sakt. Në këtë fund, mos të korritemi, mos të dorëzohemi. Duhet shpirti fillimisht me u kalit, me u gdhend, nëse kemi pas aso cunga në atë strugin e madh. Me hek që atë mund është vetit cungat, me eduku, me zbut, me qetësu. Andaj, ardhja e fundit të Ramazanit, sa është gëzim, është edhe mërzi. Është gëzim se po e përfundojmë një ibadet. Edhe është mërzi se shansa për të vjel fruta të pemës, që ka kjo pemë emnin Ramazan, e ka 30 dega, e se cila deg ka sa të dush pa hesap fruta. Lloj pemë të mira ka këto deg. E ka frutat e 5 vaktit, e ka frutën e agjerimit, e ka frutat e duave, e lutjeve para iftarit, e sadakës, e zeqatit. Sa besimtar në Ramazan e japin zeqatin. Kreto janë mirësi që na duhet me vjel, vjel pemëve frutat. Andaj e ka fundi, e ka lezetin e vet. Para menda, fillot më diskutu mes besimtarve sa janë vitrat, që është duhet me dhanë vitrat, ku me dhanë, kjo mesele që elhamdulillah të regon sa ka interesim të njerëzit. Pastaj fillon gajlja nata e kadrit, të bajnë e ibadet, a unë net tek, a mundet më kone net qift, 21, 3, 25, 27, 29, që kam e bo mas shumë të hoxën atë natë. Këto angazhimet besimtarve japin me kuptu se ata, edhe pse i kanë pas qeltat, turbinat, për 20 dit, në këtë 10 net që në fundit, hala, i kanë shtu adrenalinën e tyne, i kanë dhonë ma shumë gaz. Pastaj, interesohen puna i tikafit, qëndrimi në xhami kush ka mundësi, qoftë edhe një qast, qoftë edhe një orë, qoftë edhe një ditë, qoftë edhe 5 orë, kush rrin në xhami.
me kujtu Allahun, me bë dua, me lexu Kur'an, me u lut, mu përul, mu pendu, ka sevap të madh. Gjithashtu dërgimi kuj mi aqu vitrat, qysh mi aqu, e përmenëm këta. Të gjitha këto japin me kuptu se fundi shoqërohet me ibadete pak më të veçanta. Edhe kjo laramani, lloj shmëri e ibadeteve, është problem më u gjetë në ibadetet tjera, në sezonat tjera, më mirë të them, në sezonat tjera, siç është në këtë sezon. Prandaj vërtet është i privum njeriu i cili nuk përkujdeset sa duhet. I shkon Ramazani vetëm në gjë ka kur po kryhet më shpejt. Jo. Veç një gjë, kur të veni shtu në Taravi, këshilloni veten veç me nisan, mes juve edhe Allahit. Thoni vetes ju kështu, që kjo natë e sodit nuk kthehet kur më deri në Kiamet. Vjen tjetër Ramazan, po që kjo nata jo. Aman, ta shfrytëzojmë se nuk e dim amrim më Ramazan atjerë. Nuk është kjo për me demoralizu vetën, po është për mi thonë vullnet, shfrytëzoj Allah. Shfrytëzoj sa të kesh mundësi. Kështu që Ramazani ka fundi i tij, duhet me pas vullnet për me vazhdu, vullnet për mos mu dorëzu. Kur i kujton këtë çdo të mira, atëherë kjo t'jep një kuraje, një shtyne sa ma larg apo sa ma përpara. Allah ka përmendur në një ajet kuranor për përfundim ku thot walit tukmilul iddata walit tukabbirullah. Plotësojeni ditët, madhrojeni Allahun. La'allakum tashkurun, që të jeni falendërues. Ky muaj është muaj begative i mirësive. Kush e plotëson këtë muaj me agjërim, është i shnosh, mund me agjëru. Edhe falendron Allahun, e madhnon Zotin. Ky konsiderohet se e ka kalu provimin para Allahit. Ai i cili ka mundësi edhe e lën, edhe mu po vjen keq se ka prej besimtarëve të cilët aq lehtë marrin agjërimin, aq lehtë e neglizhojnë këtë ibadet, sa apo pëtën pak i dhe më kryt, si fmit. Alelelele, me njerë që të prish Ramazanin. Banë sabër be pak. Na nuk jemi matë ideologjinë e moqme që kanë pështu gjake, kanë raportoke, jonë kanë të kosit, në gjysë ditës i ka ratë balajisët pikosës. Jo edhe qashtu. Ama jo edhe qashtu. Pak më forcu pak më bo në qa burni me kalzu karshe i badetit Allahit. Kure vendos, ka ma gjëru. Atër edhe Allah ka me të një mu. Valaj pe provoj t'ja nisi, aja që shtu së shkohet. Si të është pe provoj t'ja nisi, ti me sabave që nuk. Lusë Allah që në nëzirë faqebar deri në fund të këti muajt bekume dhe ne i falë më katët tona. Amin. Allah në forcoftë, ne i pranoftë.